Andaj të ndërum, shiko sa bukur Islami e menaxhon situatën e pavarësisë dhe varësisë e mendjes. E varrën, po mendja është e varur. Në njohjen e besimit nga referenca e besimit. Nuk mund në mënyrë pa varën, pa argumente, pa shpallje, pa Kur'an, pa pejgamber, vetëm me kuptu se kush është Zoti. Vetëm me kuptu ç'është adhurimi ndaj Allahut. Unë diun të bëj përpjekje mendore, kam më bëu së shpejti një libër për adhurim e ju kallëzoj juve. S'mund të më bëj. Ase mendja jote është e kufizuar, është domthon e varme nga informata dhe njohuri që vijnë nga shpallja nga Zoti te barekutaala. Ne jemi të varur nga dija, nga argumenti, ndërsa duhet të shpallim pavarësinë ka shi besutnive, ka shi thashë thëmëve, ka shi fjalëve të kota, boshe, të paqëndrueshme, ka shi fjalëve pa lidhje. Edhe Islami thret që mendja të çlirohet nga dominimi i besutnive. Sot fatkeqësisht ka ecë njeriu shumë. Sot shohim njerëz kanë përparuar, ndoshta edhe kanë zbulime të mëdha për këtë kohë. Ja, po kur është në disa aspekte besimit, kanë besu ditë të mërshme, dhe qysh ti beson kështu? Po beson disa besime të kota, që nuk e ushqen mendjen me bindje. Nuk e qetësojnë mendjen. Përkundërsi e trazojnë mendjen, e turbullojnë mendjen dhe shpirtin e njeriut. Ndaj, imani e udhëheq të menduarit në të pavarësisë. Nga pasimi i verbët, nga pasimi i pakuptimt, nga pasimi i besutnive, thashëthëmeve, dhe e çliron që të mendon tashmë në horizontin e gjerë të argumenteve dhe udhëzimeve që i ka sjell Allahu xhallahu në shpallje dhe i ka shpërndarë në natyrën e kosmosit.